Faleminderit. E nderuar drejtuese e seancës, të nderuar kolegë deputet, të dashur qytetar. E si mund të dali këtu një bukurosh si ky që sapo foli, e të na flasi për administratën. E ti je i fundit që mund të dalësh e të flasësh për administratën. Ti je i fundit që mund të dalësh këtu e të flasësh për infrastrukturën. Ti je i fundit që mund të dalësh këtu e të flasësh për korrupsionin. Më dëgjo bukurosh, më dëgjo se do të rifreskoj pak memorien ty e gjithë kolegëve tuaj. Ti, përveç se je dhe vjen nga një fis i bukur, ti vjen dhe nga një familje hajdutësh. Ta tregoj unë, po prit. Hajdutësh të rrugëve madje, ndaj vjen këtu qiresh e bërtet, sepse kujton se të gjithë si ty, ashtu bëjmë edhe ne. Me qënë se parlament kanë arru shumë deputet të rinj, më shtyti kurioziteti që të googulloja, të hulumtoja, që ta di me kë kolegë kemi të bëjmë. E një prej tyre ja kum del. Në 2007, sa po u sistemuat në këto karrige të mazhorancës, të uritur për pushtet e për lek, yt atë i pari, bashkë me tezën tënde, se vjen dhe na flet këtu për familjarët, të të flasim dhe ne, se në takon që të përgjigjemi. Bashkë me tezën tuaj Blegina Agolli, hapin një shoqëri që kishte një fat të ndritur, të mirte të gjithë fondet e qeverisë. Edhe pse? Sepse ishte sekretare e përgjithshme në Ministrinë e Kulturës, Sportit dhe Rinisë. Të gjitha fondet e qeverisë i kaloni këtu. Po. Mori rrugët nga jugu në veri, nga këtu Tirana në qendër, e filloi me mbikalimin e Tiranës, e për të filluar me aksin Leva-Vlorë, e pastaj me më të bukurin aks Fratar të Pelejnë që nuk e bëri kur, dhe në fund fare me Tecin e Vlorës. Kjo s'mund të zgjaste shumë, kohë, se në 2014 duheshit gjithë popullsia e vlerësoj se kush ishit ju, edhe duhet që ti lironit ato karrige. Dhe bashkë me karrige tuaja iku edhe shoqëria, shoqata që kishte krijuar tezja e Klevisit me austriakët. Emri ishte shumë i bukur, më falë se harrova ta thoja. Alpin Bau nga ballit e këtit, edhe Alpin, po prit mos e ta tregoj unë historinë, dhe Alpin nga austriakët që tezja e Klevisit bashkë, dhe madje tezja e Klevisit edhe kunata e Fariut, gjeti një dy austriak andej nga rruga, i mori edhe krijoi këtë. Në 2014 u mbyll se falimentoi, patjetër se bashkë me karriget e asaj kohe do ikte edhe tezja, se s'kishte më ça merrte, ja jepte Fariu, iku dhe tezja. Kjo ishte administrata e tezës së Klevisit dhe kunatës së dashur të Farihut. Por, kur erdhëm ne në pushtet, situata ndryshoi dhe ka ndryshuar, pasi sot administrata ofron 95% të shërbimeve online, ndërmjet e-Albanias. Po pra e-Albanias, 1200 pozicione të reja ja plotësuar përmes konkurseve të hapura. 8.000 në punës civil janë trajnuar me aspa për aftësi profesionale. Paga në administrat është rritur nga 530 euro në 2013, kur e kishte Klevisi me tezën pushtetin, në sot 1050 euro. Një hap historik që jep vlerën e dur shërbimit publik dhe e bën shtetin më të fortë. Ja të mbaroj unë, zoti Këlliçi, dhe pastaj orientoj që mund të flasi. Po për ne, rritja e pagave nuk është vetëm një masë ekonomike. Prandaj, nga një
janari të dashur qytetar, do të rritet paga minimale për 3.700.005 punonjës, të cilët do të marrin shumën e premtuar 500 euro. Kjo do t'jetë rritja e parë, por jo e vetme gjatë këtij mandati, sepse paga minimale do të arrijë në 700 euro. Dhe jo vetëm kaq, por siç kemi premtuar, qeveria do të subvencionojë për një periudhë 9 mujore me 90 milion euro shtesën e kostos së sigurimeve për të punësuarit në sektorin privat. Ky është një hap shumë i rëndësishëm që tregon qartë se zhvillimi ekonomik dhe mirëqenia e qytetarit ecin dorë për dore me ne. Në thelb, kjo është filozofia jonë qeverisëse. DAP-i ka bërë hapa të rëndësishëm që ndihmojnë në modernizimin e administratës, duke vënë themelet për administratën e së nesërmes. Kjo përfshin jo vetëm sistemin e pagave, por edhe zhvillimin e programeve të trajnimit, sistemet për menaxhimin e performancës dhe instrumentet që mundësojnë një administratë transparente dhe profesionale. Strategjia ndërsektoriale e reformës me administratën publike 2024-2030 është një reformë e cila ka një vizion të qartë dhe të qëndrueshëm deri në vitin 2030. Çdo sukses i administratës publike është një sukses i çdo qytetari shqiptar. Ky është një udhëtim i cili sapo ka filluar dhe që nuk do të ndalet, sepse një administratë e fortë dhe profesionale është një nga themelet e një shteti të fortë dhe demokratik. Reforma nuk është thjesht për sot, është për të nesërmen, është për të krijuar një administratë që nuk ndalet para sfidave, që është gjithmonë në shërbim të qytetarit dhe që garanton integritet dhe profesionalizëm në çdo hap. Tani dashur Bukurosh, mund ta marrësh fjalën për replikë që të mësoj edhe Belindi dhe mund ta thuash. Faleminderit. Zoti Balli, uluni se ka tjerë përpara që kanë kërku fjalën për replikë. Zonja Klodiana Çapja, keni fjalën për replikë. Fjalën zotit Balliu se ka për replikë i përmendi emrin. Unë se ka me mëtojnë ju pa me Bukurosh. Po dakord, po këtu kam emrin e zonjës Çapja. Do flisni apo jo? Do flas patjetër mbaroj kolegë. Okej, vazhdoni. Po se kam unë, e hapin zotrit atje. Po. Tani, Taulant, po ja kthej unë me që s'po ja kthen ti, se kush është Alpinia, duhet të ta tregoj Taulanti, se e ngatruar, ta ka shkruar gabim. Shoqja, po. Tani, që këtu mund të ktheja njëjtën përgjigje që i ktheva shoqes tate, edhe mund t'ja ktheja, po ty s'ka doktor që të merr përsipër si doktorat që morën përsipër shoqen. Së dyti, për sa i përket njerëzve që ti përmend, ti duhet pyesësh mirë se kush janë dhe çfarë kanë bërë. Edhe në qoftë se do t'isha unë përgjegjës për ato rrugë që janë bërë, sot unë do isha duke bërtitur me krenari që i kam bërë unë ato rrugë. Se ato rrugë bëshin me 4 milion euro kilometrin, jo me 25 milion euro kilometrin. Sa që bën kjo qeveri. Në qoftë se do t'isha unë përgjegjësi për ato rrugë, do isha me krenari, por unë jam dhe mjaftohem që jam krenar që ato rrugë i ka bërë Partia Demokratike plot 11.700 kilometra që e bën Shqipërinë me infrastrukturë se ju e kishit lënë në Balt edhe në Luc. Dhe sot keni sjellur në program këtu që do të bëni një 400 metra rrugë. E keni parë programin tuaj, që s'keni asnjë investim infrastrukturor. Kurse përsa i përket sulmeve personale të shoqes Belinda, më mirë hajde këtu, bëu pentito dhe lëri lojrat se bërzylyqet, Rama do t'i vej dhe këta do t'u ardrotasin e para do jetë kjo. Faleminderit. Zonja Çapja, keni kërkuar fjalën për procedurë? Në kuadër të administratës publike, unë e kërkova fjalën për të kujtuar se si në vitin 2021 me